Me fillimin e muajit të Ramazanit, qytetarët e Ulqinit të rikthehen në përkushtimin e tyre ndaj këtij muaji të shenjtë, duke agjeruar sipas mundësive të tyre. Sot gjatë një vizite në tregun e Gjelbërt, u pas se shumica e qytetarëve vazhdojnë të agjerojnë me përkushtim, ndërsa ata që nuk mund të agjerojnë është për shkak të moshës apo që përdorin tableta. Në biseda me ta, shumë kujtuan se kur ishin më të rinj, gjithmonë kishin agjeruar. Ramazani në Ulqin nuk është vetëm një kohë agjerimi, ai është një muaj reflektimi, solidariteti dhe respekti për traditën, ku brezat e qytetit lidhen përmes një përvoje të përbashkët shpirtërore. Përpara, sa ishte agjeruar? Po atë ishte agjeruar më tepër se tash. Ata kanë ditë me shkuti thonë mramje me pikë kafe, ke një tjetri. E tash që nuk ka, shkojnë tani një shkojnë në për kafe, që kanë qenë gjithë lume një nushën. Shkojnë edhe në terapi, shkojnë mramje. Tani janë ata që të lidhën që për para. Ka pak në rishimali mirë jena. Në Ulqinit, që Ulqinit mirë, si zonë ka anë muslimanizmit. Tani janë një nushën. Nuk ka në për kafe kërkën tash. Mundën me qenë vetëm 2-3 vetë që janë për shemull me medikamente, me ta, se ta ninon. Kërkush që nuk minen, ta ninon. Po çfarë ndjenje sjell Ramazani? Tash muslimanizmin, me shku mu falë në xhami, me terapi, tanta, që thonë me qenë pastërci. Ta në shkja që thonë që ka komi musliman. Na tregoni pak si e përshkruani, ish mbajtur me mirë feja, dikur apo sot? Gjithmonë është mbajtur në Ulqin, në këtë troje tona, gjithmonë, sa të dhe ma tepër. Shqyqër të trit janë pak ma ashtu dhanën, mas feje, janë ma edukumën, ma dishën se na. Ja. Po pse nuk agjeroni? Unë kam kalu vjetë me një nuë, unë kam 83-4 vjetë. Unë jam i liruam që mos me pej Zotit, mos me një nuë. Po, a keni agjeru për para? Po, daj deri kam mush 15 vjetë. Po në tregoni më mirë atëherë, ishë mbajtur feja apo sot? Pas djel atëherë, bësa ishtë mojtë atëherë, ko kjenë ditë vere, kena zonë qetë në katun, kena ditë me pështu i gjak edhe mos me rënua ditën në Ramazani. Po çfarë ndjenje sjell ky muaj për gjithë muslimanët? Për muslimane ishtë kjo një regjim që për një muaj mu lirë, me besu Zotit e beson e lajqësinan, por kjo ishtë për botë e misë, trupi njerit. Që ashtë ishtë që këta ishtë Ramazani. Si e shihni Ulqinin, sa rinia po e ndjek këtë rrugë të fesë? Sa po mbahet Ramazani si duhet në Ulqin? Në Ulqin bëhet mirë Ramazani. Janë shumë rini që kanë filluar me shkojnë në xhami e tona. Njënojnë, ka dhe që s'njënojnë tash, që kush për veti e ka ta, nëse ka për tjetër kanë. Nuk mund, për mundit. Po dikura, keni agjeruar? Gjithmonë. Po si ishte atëherë më mirë agjerimi apo sot? Atëherë më mirë, për tash ndjen keq se s'mund. Po sa ishë mbajtur Ramazani? A ishë mbajtur më mirë atëherë apo sot? Njësej, a si mësumi, e ma gjithmonë njësej. Po në tregoni pak për rinin, e shihni rinin që... Rinin, mbjen misë e asjo, shumit që amësjo, nga në Ramazanit. Qyteti i Ulqinit gjithmonë ka treguar për kushtim ndaj këtij muaji të shenjtë, duke ruajtur traditën dhe duke transmetuar vlerat e tij nga një brez tek tjetri.